zoti Tafani, sa I takon mos njollosjes së kësaj lufte, apo bëhet, le të themi, maksimumi nga pala e shtetit Kosovës? Ja. Si e interpretoni këtë heshtje, qoftë qeverisë Kurti, qoftë presidentes Osmani? Po, sot për shembull që ishte dëshmia e sot edhe dje që ka qenë dëshmia e James Rubin, ka qenë profesues në ambasada e amerikane në Prishtinë, ka qenë prezent në sallën e gjyqit. Dhe ne kemi vënë sa herë që preken interesat e ndonjë shtetësi, kemi pasur dhe në Tiranë që profesues të asaj ambasade ka shkuar në gjykat dhe kanë qenë aty. Ne nuk kemi pasur, domethënë Kosova nuk ka çuar as ambasadorin, domethënë dhe sot kur ishte parë për herë të parë ambasadori Dreni në Hag, kishin thënë s'kemi parë asnjëherë, I kam ndjekur seancat online, ishte përgjigja. Domethënë ambasadori I Kosovës nuk ka ndjekur seancat që kanë aty që në 2022-2023 që kanë filluar të bëhen seancat. Kanë 2 vjet që bëhen seancat dhe ai nuk I ka ndjekur. Gjyqi tregon një neglizhencë skandaloze. Me qëllim, besoj. Po normal që është e qëllimshme. Domethënë, dhe kjo është qëllimshme sepse kjo është mënyra se si vetëvendosja që është partia e qeverisje e ka pozicionuar veten. Vetëvendosja kur doli si parti, ishte parti e cila synonte atë që ishte teorikisht elektorati I UÇK-s. Sepse elektorati që ishte I LDK-s ka qenë për rezistencën paqësore, për të tjera, kurse vetëvendosja ka qenë pjesë që kërkonte paktën politika ashtu është bërë bashkimin me Shqipërinë. Pra, target grupi I votuesve të saj duhet të ishin ata të UÇK-s. Të paktën këtë kishte qëllimin e parë të Po kjo ishte derisa kauzën ata që ishin akoma dhe më, si thua, edhe më ekstremistë sa UÇK-ja që bëri. Dhe mirë po, nuk mund që të merrte përsipër këtë grup votuesish nëse nuk goditesh UÇK-ja. Atëherë si mund goditesh UÇK-ja? UÇK-ja mund goditesh me atë që ishte për fat keq është korrupsioni në Kosovë. Pra këtu e bëni edhe bashkëfajtore dhe qeverinë në pushtet e kam fjalën procesi ndaj ish-komandantëve. Jo, po procesi është unë e bëj fajtore për faktin që nuk duket aty për të mbështetur, domethënë, po nuk është se ata janë në prova apo kanë sjellë dëshmitarë etj. Pra e bëj tregoj pikërisht të neglizhencë. Dhe kjo neglizhencë është e turpshme sepse bëhet për arsye politike. Pra, target grupi, siç e thash, I votuesve të saj, ishte UÇK-ja dhe gjithmonë është bërë një propagandë në ana vetëvendosjes për të goditur figurat që kanë qenë në UÇK që më vonë për fat keq janë përfshirë ose jo në korrupsion, sepse kanë qenë në poste drejtuese pas luftës, dhe kjo e ka bërë që të rrisi elektoratin e vet. Por kjo ka dhe riskun brenda që duke njollosur figura që kanë qenë me UÇK-n, mund të njollosësh dhe UÇK-n. Dhe sot Kosovë nuk është e huaj fakti që shahet UÇK-ja. Domethënë, po të shikosh në komentet, qoftë edhe në studio televizive, domethënë ka filluar një hedhje balte, dhe sidomos nga ata që janë të vetëvendosjes. Pra militant apo analist apo që janë afër dhe kjo ka ndodhur për shkak të luftës që është bërë për të marrë këtë pjesë elektorale dhe kjo luftë duket e sot kësaj dite. Pastaj për të thënë akuzave që është e përfshirë edhe Shqipëria aty. Se bëhet fjalë për shpinën e verdhë, që është një sajim absolut për trafikun e organeve. Po tani ne kemi qenë në Shqipëri, në 98. Tani, jo, e kam fjalën për mënyrën si funksionon, sepse ka pasur një raport të senatorit Dik Marti. Kujtoj një deklaratë e Adem Demaçit që thoshte ne nuk kishim vetëm tani për të dhënë ushtarëve, për të dhënë iden se si sajohen akuza dhe në njerëz se ti mendon Zvicra që është një vend neutral, Dik Marti, senator zviceran, domethënë, dhe sajoi një raport I cili humor na Karla ka rënë, po çfarë tregon kjo? Kjo tregon një inskenim kastile për të njollosur luftën e Kosovës. Edhe luftën po edhe Shqipërinë, të dyja bashkë. Ne që kemi kaluar në atë kohë, në 98-ën Shqipëria sapo kishte kaluar në 97-ën, pati rrëmuj se u vras Zemajdari etj. Shqipëria s'dinte ku ishte në 98-ën, jo më të kishte klinika specializuar për që edhe sot janë të vështira. Është absolutisht mashtim dhe jam I bindur që një pjesa dërmuese 99.99% e atyre që dalin aty janë të përpunuar në shërbimi Jugoslav, dikurshëm, I UDB-ja dhe pastaj nga këto tjerë
për të kryuar. Disa prej tyre dëshmitarëve i bëri kërkesë prokurori dhe i kërkoi ishin disa që kishin kërkuar strehim apo në shtetësi në Serbi. Pra, për fat keq ka shqiptarë të cilët duan të sigurojnë jetën e tyre, shikojnë hallin e tyre personal dhe nuk mendojnë për shtetin. Dhe të drejtë kanë kur shikojnë që na kryeministri aty nuk shkon dhe shikon hallin personal të vetëvendosjes dhe nuk i jep suport